nga koalicioni. Çfarë ndodhi saktësisht? Pse Arben Taravari vendosi ta lë Vlenin dhe qeverinë e Maqedonisë së Veriut? Kur bën veprime të shpejta të palogjikshme, mendoj që edhe arsyet kërkohen të jenë palogjikshme, të jenë konspirative, çështje tjera. Sido që tjetë pra në kuadër Vlenit për unifikimin e opozitës shqiptare, për fitoren e 107.000 votave, ka hisën e vetë, kontributin e vetë edhe Alianca për Shqiptarët në krye me zotin Taravari. As votuesi thjesht nuk ka prit që mbrënda 7 muaj të ndodhin gjitha ndryshimet dhe edhe për tik, dhe me thonë, prej përgjithësisë, sidomos pra të rikthehet tek BDI-a, po jo të BDI-a e para 1 viti, para 4 viteve, dhe me thonë, të cilën e ka sulmu, e ka kritiku vazhdimisht, po të kjo BDI që është në listat e zeza amerikane, ku gjysma e kryesisë është me procedura gjyqësore, pra të kthehet të kjo nuk ka logjik të shëndosh politike, përveç kalkulimeve dhe arsyeve që i din ai. Por ju keni thënë që u largua antivlera. Për këto arsye e keni kualifikuar në këtë formë? Jo, në esencë nuk ka ndryshuar, domethënë Vleni është konsolidu. Ju po flas për zotin Taravari, e keni quajtur si antivlerë. Jo, mendoj çështjen e Taravarit ma kemi histori. Ajo është rikthyer pra në prehër të Ali Ahmetit të BDI-s dhe ai duhet ta sqaron këtë punë, ndërsa Vleni, domethënë antarësinë e Aleancës tash udhëheq në qeveri dhe si subjekt politik zëvendës kryeministri për qeverisje të mirë Arben Fetahu, këto dy do të jetë edhe Azir Aliu, ministri i shëndetësisë, do të zëvendëson edhe pozitat në zëvendës ministra, drejtori ku janë dhe po ashtu janë kooptuar në kryesinë e Vlenit, sepse ne kemi marrë hapin Vlenin ta bëjmë një. Ato që i njohin rrethonat politike, Alianca për Shqiptarët del si fraksion nga Partia Demokratike Shqiptare, udhëhequr nga Mendu Thaçi, dhe themelues dhe ndërtues i Aliancës për Shqiptarët fillimisht ka qenë zoti Sela. Mirëpo kjo antarësi për shkak që është prej themelimit antipod i BDI-s, 90% që antarësisë pra e braktisën Selën jo për shkak Taravarit, po për shkak veprimit drejt dhe bindjeve anti-BDI.